Përshëndetje të gjithëve. Normalisht unë s'kisha përgatitur asgjë për sot për të folur, por me që sot isha në Xhiro në Tiranë për të ndarë fletushkat, dhe po tregoj diçka që më ndodhi me disa zotëri që ndaluan, njëri prej tyre më tha: unë do votoj këta që janë, sepse nëse votoj dikë tjetër kam frikë se më heqin pensionin, se me sa duket ai kishte një pension mbase të jetueshëm, të themi, të pranueshëm. Një tjetër më tha, unë jam i angazhuar sepse kam fëmijët në punë. Po ju them ju atë të njëjtën gjë që i thash edhe zotërisë sot, që ne s'duhet kemi frikë, sepse mendoj që të parët janë ata që na kërcënojnë që kanë frikë. Kanë frikë se mos ne nuk i japim votën dhe vazhdojnë me kërcënime. Ne nuk duhet të kemi frikë se mos humbi vendin e punës, sepse vendi i punës është një e drejtë. Të gjithë ne kemi të drejtë për vendin e punës dhe të mbajmë vendin e punës. Dhe asnjë nuk duhet na kërcënojë për këtë. Kështu që asnjë parti dhe e re e vjetër, nëse bën këtë gjë, është pikërisht po na thot, na hiqni që këtu sepse jemi hajdut, sepse nuk po na lejojnë të jetojmë siç duhet të jetojmë, me të drejtat tona. Ndaj, atij zotërisë dhe ju përballë ju them, mos keni frikë. Në 11 maj të votojmë të drejtën, të votojmë të ndershmit. Në 11 maj të votojmë të rinë që po lind, numrin 2, lëvizjem bashkë.